Nëse shikojmë sprovat, pse Allah i lartësuar i ka caktuar sprovat? Paspari duhet ta kemi parasysh që dunjaja nuk është vend i shpërblimit në përjetësi. Dunjaja është vend i provimit, ki me hinë provë. Je i sprovun me të mirën apo me të keqen. Dhe Allah i lartësuar thotë: "Liyamiza Allahu al-khabitha min at-tayyib", që Allahu t'i dalloj të mirët prej të këqijve. Që ta dalloj kush është vepër mirë e kush është vepër lig, kush i bindet Allahut e kush nuk i bindet atij. Allahu i lartësuar thotë që Allahu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, nuk i kam krijuar njerëzit dhe gjendet ndryshe përveç se të më adhurojnë. Me një ajet tjetër thotë ayyukum ahsanu amala, ju kam kriju që të viheni në sprovë se kush është më vepër mirë, kush po bën vepra më të mira. Kjo është domethënë ai misioni i jonë në këtë botë, qëllimi i jetës së kësaj bote. Kena mos provu. Apo i bindemi Allahut, apo besojmë ghaibin, apo i bindemi të dërguarit të tij në pasimin e tij, apo po dëshirojmë të bindemi nefsit ton edhe shejtanit, e përfundimi Allahu na ruaj është zjarri i xhenemit. Pastaj kur Ibn Abasi ka lexuar ajetin wa nabluukum bi sharri wal khairi fitna, do t'ju sprovojmë me mirësi dhe me ligësi, wa ilayna turja'un, dhe tek ne do të kthehemi, ka thonë Ibn Abasi, do të na sprovojë Allahu me vështirësi dhe me mirëqenie, me shëndet dhe me sëmundje, me pasuri dhe me varfëri. Me pasuri dhe me varfëri. Pra të gjitha këto gjendje, ne prej momentit që lindim e derisa të vdesim, do të kalojmë në to. E në pyetja është se kush është më vepër mirë tek Allahu i lartësuar. Kush po i kalon këto sprova me sukses? Qysh e kuptojmë nëse një person i ka kalu këto prova, këto provime me sukses apo jo? Ne të gjithë ne i dijmë se qysh personi e kalon një provim edhe merr rezultatin e fund. Ajo mesatarja, ai mjeti që mi kuptu, mjeti matës që mi kuptu, a jemi duke i te kalu këto sprova me sukses apo jo, është ta shikojmë gjendjen tonë me Allahun e lartësuar. Jo gjithmonë pasuria është mjet matës se ti ki pozitë të lartë tek Allahu i lartësuar. Nga se Allahu i lartësuar dunjan ja u jep atyre që i dën dhe atyre që si dën. Ndërsa imanin dhe udhëzimin ja jep vetëm besimtarëve, ata që i dën. Pra, kur e kuptojmë ne që çit pasuni që e kemi është begati e nuk është provë, nuk është dënim për neve, shikoja atë ka afru që kja pasuni tek Allah apo jo. Çit begati që e kemi, shëndetin, pasurinë, shtëpinë, të gjitha begati që i kemi. Nëse do në mi ditë, a është begati që është apo është dënim për ty, shikoja mirë, atë ka afru tek Allahu apo të ka largu prej Allahut. A je bo ma muslimon i mirë, apo ke vazhdu ma shumë në gjënahe.